Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashkë me materiale të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Këtë radhë kemi një edicion shumë të veçantë. Mirë po se për çfarë sakt bëhet fjalë, le të ndjekim bashkë krye titujt. Një ditë për të festuar dashurinë, jetën dhe pranverën. Të kuptojmë sindromën Down. Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe xhexhes. Miqtë e mi më të dashur, për çdo 21 mars ne bashkë shënojmë ditën e pranverës. Mirë po këtë radhë kemi një edicion special, sepse pikërisht në këtë ditë e ka ditëlindjen edhe një mike e jona shumë simpatike, Nina. Le të ndjekim bashkë këtë edicion dhe të shohim se për çfarë sakt bëhet fjalë. Pranvera ka mbërritur. Ajri është i mbushur me aromen e luleve të para. Dielli shkëlqen butësisht mbi ne dhe zogjt cicerojnë një melodi të ëmbël. Natyra zgjohet, duke na kujtuar se çdo fillim i ri është një mundësi për të lulëzuar, për të pranuar dhe për të dashur më shumë. Sot është 21 marsi, dita e parë e pranverës, por edhe një ditë shumë e veçantë për një tjetër arsye. Kjo është dita ndërkombëtare e sindromës Down, një ditë për të festuar bukurinë e dallimeve tona dhe forcën e dashurisë që na bashkon. Dhe si për ta bërë këtë ditë edhe më të magjishme, sot festojmë edhe ditëlindjen e Ninës, një vajze që si pranvera sjell dritë, ngjyra dhe jetë kudo që shkon. Këtu afër e kam Fronin. Froni, a më tregon mua se cilën ditë po e shënojmë neve sot? Dita e pranverës. Dita e pranverës edhe e miqve që janë pak më ndryshe se neve, apo jo? Më trego mua, a ke në klasë ose në shkollë dikën që është pak më ndryshe se ti, ndonjë fëmijë që është pak më ndryshe se ti? Po. Edhe më trego pak, a e ke edhe atë shok edhe shoqe? Po. Apo më tregoni ju mua se cila ditë është sot? Dita e pranverës. Pra, dita e pranverës. Arja, apo më tregon mua se çfarë ndodh në pranverë? Lulet. Era komandën. Era e kemi. Sa vjeç është Era? 6 vjeçe. Apo më tregon se cila ditë është sot? Çfarë ditë po shënojmë? Pranverës. Bravo, shqipe edhe lulet i ke vendos në kokë. Më trego pak mua se çfarë ndodh në pranverë. Qeni lule? Lulet edhe e këtu. Këtu ndallën dy. Po. Fillojnë të dalin edhe blerët. Edhe dolin. Përveç ditës së pranverës, neve sot po e shënojmë edhe një ditë që e shënojnë për miqtë tanë që janë pak më ndryshe se neve. Më trego ti mua, a kemi në grupin ton ose në klasën ton ndonjë shok ose shoqe që është pak më ndryshe se neve? Apo më tregon si e ke emrin edhe neve? Buna. Buna, apo më tregon se cilën ditë po e shënojmë neve sot? Ditën e pranverës edhe pranvera. Ditën e po e shënojmë sot ditën e pranverës. Me 21 mars e shënojmë ditën e pranverës. Mirë po e shënojmë edhe një ditë për miqtë tanë që janë pak më ndryshe se neve, apo jo? Më trego mua, a kemi në klasë ose në shkollë ndonjë mik ose ndonjë mike që është pak më ndryshe se neve? Nina. Nina, më trego mua, e ke edhe atë po aq shumë shoqe sa i ke të gjithë fëmijët e tjerë? Më fal edhe një herë. A e ke atë po aq shumë shoqe sa edhe të gjithë fëmijët e tjerë? A e do shumë Ninën? Po. Për shumë. Çfarë do t'i thuash Ninës që sot e ka ditëlindje? Shumërinë. Të dua shumë. Përshëndesim atje kamerën? Të. A kemi ne në shkollë ose në klasë dikën që është pak më ndryshe se ti?
Nina. A do t'i shumë Ninën? Po. A luan ti me atë paq shumë sa edhe me fëmijët e tjerë? Po. Çfarë ke ti për t'i thënë Ninës për ditëlindje? Te dua shumë. Nina është një vajzë mrekullueshme. Ajo ka një buzëqeshje që të ngrohë zemrën dhe një shpirt që ndriçon si rrezet e para të pranverës. Nina ka sindromën Down, që do të thotë se ka një kromozom shtesë, një dhuratë e vogël nga natyra që e bën atë edhe më të veçantë. Ashtu si pranvera sjell rilindje dhe shpresë, Nina na mëson se bota bëhet më e bukur kur e shohim me sytë e dashurisë. Ajo është e dashur, e ëmbël dhe një mikë e shkëlqyer. Ajo nuk sheh dallime mes njerëzve. Për të, gjithçka që ka rëndësi është zemra. Si mund të festojmë një ditë kaq të veçantë? Me shumë ngjyra, shumë lojra dhe shumë dashuri. Ne ngjyrosim çorape shumë ngjyrshe, sepse ashtu si gjethet e pranverës që mbi në forma dhe ngjyra të ndryshme, edhe ne jemi të gjithë unik, të ndryshëm dhe të mrekullueshëm në mënyrën tonë. Dhe sigurisht, nuk mungojnë këngët dhe vallëzime, sepse siç thotë edhe pranvera, jeta është më e bukur kur këndojmë, kërcejmë dhe festojmë bashkë. Apo më tregoni se cila ditë është sot, çfarë dite po shënojmë sot? Hajde. E pramte. Dita e premte dhe është dita e Pranverës. Bravo! Më tregoni mua edhe çfarë ka diçka tjetër sot? Ditëlindja. Ditëlindja e kujt është? E Ninës. E Ninës. Ditëlindjet janë si lulet e para të pranverës. Ato na kujtojnë se sa e çmuar është jeta dhe sa të rëndësishëm jemi në këtë botë. Sot, të gjithë jemi mbledhur për të festuar me Ninën, jo vetëm sepse është ditëlindja e saj, por sepse ajo është një dhuratë për të gjithë ne. Ajo na mëson çdo ditë çfarë do të thotë të duash pa kushte dhe sa e rëndësishme është të pranosh njerëzit ashtu siç janë. Në momentet që ndezim qirinjt, Nina mbyll sytë dhe shpreh një dëshirë. Ajo nuk dëshiron diçka vetëm për veten, por për të gjithë botën. Më shumë mirësi, më shumë pranueshmëri dhe më shumë dashuri. Në këtë ditë të mbushur me ngjyra dhe gëzim, mësojmë një mësim të rëndësishëm. Ashtu si pranvera e bën botën më të bukur me lulet e saj, dashuria e bën jetën më të bukur me njerëzit e saj. Nina dhe fëmijët si ajo janë si dielli i pranverës, të ngrohtë, të ndritshëm dhe plot jetë. Ata na tregojnë se forca më e madhe nuk është në sa shpejt vrapojmë, apo sa mirë lexojmë, por në sa shumë e duam njëri tjetrin. Dhe sot, në këtë ditë të veçantë, ne e kuptojmë edhe më shumë këtë. Pranvera na mëson të lulëzojmë dhe dashuria na mëson të jetojmë. E gjithë bota është më e bukur kur e shohim me sytë e zemrës. E tani, miqtë e mi, erdhi koha për rubrikën e Xhexhës. A mund ta gjeni përgjigje? Zu, zu, zu. Shkon atje e shkon këtu. Punon ditë e punon natë. Na jep dyll e na jep njallë. Gleta. Rubrika më e dashur për ju vazhdon të mbetet ajo e fundores. Andaj edhe kësaj radhe do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Se për çfarë saktë bëhet fjalë, na mbetet që ta ndjekim bashkë rubrikën.
tani, miqtë e mi më të dashur, erdhi koha që të testoni njohuritë tuaja përmes quizit. Kur fillon pranvera? Më 21 qershor, më 1 janar, më 21 mars. Më 21 mars. E tani, për fund, ashtu si çdo e tjetër, unë juftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Pranverë. Lule. Diell. Bim. Ylber. Dallëndyshe. Flutur. E të dashur miq, me kaq po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Fluturues të fëmijëve. Mirë, ne sigurisht do të takohemi përsëri javën e ardhshme, në po të njëjtën kohë dhe në po të njëjtin vend. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga unë Edlira, miru pafshim. Tonk tonk.